Fatkeqësisht nevojat janë shumë elementare. Shërbimet publike në Prishtinë duhen me u përmirësu, duhen me u ndreq. E sidomos në zona rurale. Fshati ende vun për infrastrukturë bazike, derisa në anën tjetër projektet për me rehabilitu komplet sistemin e kanalizimit komunës, për me ndrejt sistemin e ujësjellësit, kanë qenë me financim ndërkombëtar gati, po dikush u dash me nejt aty, mu marrë me këto, me i shty përpara, po ato kanë stagnu. Pse kanë stagnu? Sepse ndërmarrjet komunale janë në prag të falimentimit. Është sektori i turizmit, edhe në qytet, edhe në fshat. Në fshat bëhet kryesisht përmes agroturizmit, turizmit malor, turizmit natyres dhe të tjera. E tash, kjo zonë i ka të gjitha. Unë do pak me reflektu për përvojën që e kom pas në Shqipni, rreth 1 vjet e gjys, kom qenë pjesë e qeverisë atje, në Ministrinë e Turizmit, ku e kemi pas një program që u quajt 100 fshatra. I kemi identifikuar 100 fshatra në territorin e Shqipnisë me potencial turistik. Edhe kanë qenë disa kritere që shën përzgjedh të fshatna. Natyra, shtigjet, monumentet, edhe vetë banorët, sa kanë pas aftësi, ndërmarrësi për me qenë pjesë e këtij programi. Të njëjtën model na kemi propozuar për zonën e Gollakut. 10 fshatra me potencial turistik ku i bëjmë investimet e integruara. S'do më thonë që kena munal me 10 fshatra, kjo niset, po si pilot du të me identifiku 10 fshatna që kanë potencial ku fillojmë me zbatu këtë program, ku komuna është garantuesi i zhvillimit turizmit. Çdo lagje në Prishtinë duhet me pas një treg të gjelbër, për me lidh fermerin e fshatit me banorin e lagjes në qytet. Që banori për ditë, në cilën do lagje që jeton me pas tregun me produkte të freskëta të fshatit të Prishtinës. Kjo është një mundësi që sigurojmë na edhe një treg shtesë fermerit të Prishtinës. Ne së bashku mund ta bëjmë, e kjo është e arritshme me Alulla Qepun, kryetari i komunës.